isha të pyet se çfarë mendimi ke për mua. Diola, faleminderit, du fort. Ku e lam dhe ku të gjeta, o Diola? Hajde, tregom çfarë mendimi ke për mua. Shiko, Prej që njifemi, çfarë konsiderate ke për mua? atëherë, shiko. Je një person, të flasim me sinqeritet, je një person që akoma s'kam arritur ta kuptoj tipin tënd. Të flasim si in. Do më thënë, ti jep për të kuptuar, po shpesh herë dhe nuk jep. Je si një person enigmë. Të flasim pak çka shikon Nina. Si e mendon Nina. Të flasim nga pjesa tjetër, çfarë kemi parë ne te Sami, kemi parë një person bamirës, që ka ndihmuar shumë familje dhe shumë njerëz. Tjetra. Të flasim për Jo të flasim, të flas. Okay. Njesh. Sorry, të flas se më ndiem pak siklet kështu, kam qef gjithmonë shumës. E ke parasysh me mendimin tënd. Po mirë. Ndërsa mendimi im, për shembull që e kam parë Samin live, e kam pas prezent, për mua Sami, të shikosh Samin live o njerëz, them realitetin, është njeri popullor. E di çfarë do thot njeri popullor? Është njeri i thjesht. Është nga ato njerëzit që mund tulet në tokë me ty, kom kryq, marrë një copë bukë, pak djallë dhe tulet dhe ta shijon atë bukën duke hëngër me ty. Njeri popullor, njeri i thjesht dhe njeri që ka qef muzikë, njeri që ka qef ta ketë tavolinën plot me ushqim të mirë. Nuk po flasim ushqim restorante luksoze, po ushqim bio, byrek, buk, kos, dhalle, sallatash, turshie, gjona, kështu që kam parë unë të Sami. Edhe, çfarë kam parë unë tek Sami, po flasim si in, që është shumë serioz. Shumë serioz edhe shumë i egër. ka dhe atë buzëqeshjet dhe humori, po ka dhe një tjetër karakter që po të rije serioz, të fut frikën. Okej, çfarë do tjetër Sami? Ky është mendimi. Ky është mendimi, por që tani si im po të rritet mendoj gjatë, për shembull se unë ka raste që i njoh njerëzit shumë shpejt, por mund të them për ty Sami, ti je një enigmë. Ti je një person i pazbuluar. Po që ta marrim kështu si in, çfarë mendon Nina? A e dim pse? Mendoj se deri diku po është që mund të jetë një përgjigje që ndoshta s'ka fjalë, që mund të jetë thjesht në mendimet e njeriut. Dhe atë përgjigje ndoshta mund ta kesh ti dhe mund të jesh më i Zoti se unë ta shpjegosh dhe ta shprehësh bukur. Unë për vete jo. Unë për vete mund ta kem këtu, por ti ndoshta mund ta shprehësh me fjalë. Kur një njeri e vlerëson veten, u ktheva apet ajo pyetja e parë, ai njeri jo me gjithë që i takon, me gjithë që rri është i njëjtë. Se mund ndodhë që ti të rish edhe me persona nivelit më të lartë se ti, nivelit më të ulët se ti, por çdo herë e ke nën kontroll vetveten. Po. I din limitet e bisedave, i din limitet e çdo gjaja. Për atë arsye ka mundësi që unë ty duk në enigmë, sepse nuk jam ndër ata persona që ta bëj rraf çdo herë. Po. Okej? Këtë shif, unë erdha, do me thonë, të pyta ty s'desh të më përgjish, thash çfarë mendimi ke për mu, erdha me thonë, tani, a e kuptove pse të pys, sa e vlerëson vetveten? Po mirë, Sami, okay, me këtë përgjigje që dashun për ty, a rritet të kuptosh dhe ti diçka nga mua që unë deri diku kam kuptuar diçka? Ke kuptuar aq sa kam dashur ose ke kam dashur unë që ti të kuptosh. Okej. Okej, por mund të them që
Bravo djali 777. S'po flas më. Po tani, me qenë se ti më lavdove shumë, unë e kam një pyetje tjetër. Sa respekt ke për mua? Sa respekt kam për ty? Këtu s'ka përgjigje. Se varet... Do të thënë s'ke respekt për mua. Jo, këtu nuk kam përgjigje, se varet se si do ma kthesh ti mua pllakën. E kupton se ti e ke pyetjen, po ke edhe atë kundërshtimin e përgjigjes time. Edhe do kisha dashur mos t'jap përgjigje në këtë pyetje. Dua ta kem enigma, dua ta kem vetëm për vete. Jo, s'të kuptoj fare, unë, do të thënë ti ke frikë nga pyetja e arshëm nëse unë them sa respekt ke për mua? E di sa respekt kam unë për ty? Ha? Vetëm për të mirat që ti ke bërë për mua, po flas për Inën, sepse ti deri diku na ke ndihmuar të gjithëve këtu në TikTok. Na ke gjuajtur dhurata, gifte, pa fund. Të flasim të vërtetën, se është një e vërtetë që nuk e mohon as Ina dhe as kërkushi, që është e vërteta. Për sa i përket respektin, respekti i Inës ndaj Samit është që sot e mbas 10 vitesh, mbas 20, 30, 50, nëse Sami troket në derën e Inës, po them që troket, hej Ina, kam nevojë për diçka, ose më duhet diçka, ose nuk e di, po flasim kështu, po e them kështu shkurt, tek Ina dera është e hapur. Sot 10 vjet, 100 vjet, 100 vjet, jo se si jetojmë aq, po edhe mbas shumë vitesh do t'jesh një person i paharruar. Edhe nëse nuk do flas me ty asnjëherë, ndoshta do zhdukesh nga rrjetet sociale, s'do kena kontakt asnjëherë bashk, por respektin që e ke lënë tek unë, do ta kujtoj dhe mbas shumë vitesh. Di jam, kupton. Me i fjalë të kam respektu për që të më respektosh. Jo, s'ka të bëje kjo. Si s'ka të bëj? Pse ke atë respekt nëse unë s'ta kom bërë respektin i pari? Shiko, Sami, ka dhe njerëz këtu që ndoshta s'kan bërë asgjë për ne, janë njerëz të thjesht. Por ku ka sinqeritet, në miqësi, respekti ekziston. Unë kam njerëz këtu që i njoh që janë njerëz që ndoshta në jetën e tyre se kanë gjujt asnjë lule, por janë njerëz të mirë që shkon gradualisht duke u njohur dhe krijohet dhe respekti. Kupton? Nuk respektohet njeri ose nuk e fiton respektin nëse ta gjuni lule apo ta gjuni TikTok. Respekti arrihet në forma tjera. Ti Sami do thuash me këtë çka kuptoj unë që gjas me respekti blihet. Jo, respekti... Se kundërshton mendimin tim? Sepse respekti fitohet vetëm me respekt. Nëse Sami ka respektu ty çdo herë, edhe në ato momente kur unë s'kam pas fare nevojë që të respektoj, të kam respektu, atëre ti mund edhe të më respektosh nëse ja din vlerën e respektit që ta kom dhënë. Nëse ja din vlerën e respektit që ta kom dhënë. Po patjetër, ama unë përgjigjen time ta dhash me atë mënyrën time, se unë nuk muj me fol si Sami, unë ja përgjigjen si kur e mendoj unë, që unë e them, këtë person që e kam këtu përballë, edhe nëse nuk flas me të, nuk është prezent në asnjë lloj vendi, sot e shumë vite ky njeri do të ketë një respekt tek Ina. Kupton? Të ka ndodhur ndonjëherë që një respekt që ke pas për një person një periudhë e ke ndërprer respektin, pastaj ke filluar ende ta respektosh? Jo, s'ka ndodhur asnjëherë. Asnjëherë, dhe e di shumë mirë se për çfarë e flet ti dhe s'ka ndodhur. Je shumë i zgjuar ti, po mos mendo se unë nuk e kam atë njohurin, por Ina, nëse e ka pas respektin për dikë, e ka pasur gjithmonë dhe nuk e ka humbur asnjëherë. Ndoshta ka ngel në heshtje duke parë intriga ç'a bëhen vërdall, po unë e kam nejt aty. Kam thënë, non c'è problema. Che fulla che sei.
Sei molto furba, eh? Io non sono furba, io sono sincera. Comunque non lo dirò perché sto girando intorno, ma non lo dirò, ma tu sai. No, no, io capisco troppo bene, io capisco tutte le gioche che ci sono qua. Come si dice? I giochi I che... giochi. I giochi. Tutti i giochi per far allontanare, tutti i giochi di là, di Sì, ma qua, girone di là, girone di qua. qualche volta se tu senti la persona che parla, senti la vocale, non è un gioco, è una cosa vera. La vocale. Sì, mentre tu parlavi qualcuno ti ha registrato e quella registrazione è arrivata Non al penso. destinatario. Non penso perché se io devo dire qualcosa di brutto la dico anche adesso, però non penso che è vero questa cosa. Va bene. Non penso. Non Tani penso. ku e shef veten ti në TikTok? Nga një deri në Në 10. TikTok, Viç oh, pak, në TikTok. viç pak. Nga një deri në 10. Sa njerëz të respektojnë ty në TikTok? Sa njerëz më respektojnë në TikTok? Janë shumë. Janë shumë. Janë shumë, janë që shumë vite dhe janë po prezent këtu. Janë shumë. Nuk mund vendos një numër, por janë shumë njerëz që më duan dhe më respektojnë. Edhe biles ka dhe nga njerëz që ndoshta më kanë urryer dhe më kanë sharë dhe kur ka ardhur fundi më kanë respektuar përsëri. Po janë shumë. Pastaj të kanë sharë për sëri. Po flasim për komentues, nuk po mendoja njerëz kështu në për Jo, e kisha fjallën me njerëz që futesh live, me njerëz që bën lojna, me njerëz që jo me komentues, se komentues nuk e dim kush jem. Kurse me ata që futen me live i shohin s'pako në sorrat. Po me ato që futemi live, se unë po mendoja për njerëzit që më ndjekin, a kupton? Ja, Për ma njerëz që ndjekin, janë X persona, s'mund t'i vlerësosh se kush janë tek janë sa të respektojnë. janë shumë, Sami, se këtu unë shikoj shoqërinë time, janë njerëz të mi, janë shoqëri që janë me vite këtu që më ndjekin dhe më respektojnë, kupton? Por ndërsa për sa i përket njerëzve që jam live, që hyn live me to, të them të drejtën shumë herë dhe jam e zhgënjur sepse ka edhe shumë vajza të mira, edhe shumë djem të mirë, po ka edhe shumë të këqij. Ka edhe shumë të këqij që ka pas raste që mu më janë dukur njerëz të mirë dhe më pas kam sajuar dhe hasur që mi kanë ngul thikat mbas shpine. Që unë kam besuar në shumë njerëz. Po, nuk mërzitem. Ke ndonjë objektiv në jetë? Po. Çka është objektivi jot? Ku do arrin Ina? Ina, me kismet Zoti, kam dëshirë punën time të arrisi shumë. Profesionin tim si design. Okej, ti mendon që duke ja kushtuar kaq shumë kohë TikTokut mund të arrish atë që ti mendon apo duhesh ti përkushtohesh pak më shumë punës? Çika, TikToku është një moment kur njeriu hyn dhe shpesh herë kalojm kohën tonë, ndoshta mërzitin tonë, ndoshta varet si na kap ajo vala e TikTokut. Por punës time unë i dedikohem, si restoranti, si rroba qepsis. Klientelës time që vjen dhe bën porosi, unë kur kam porosi shumë, kur kam shumë ngarkesë, unë zhdukem nga rrjetet sociale. Ndoshta ti shumë herë se ke parë këtë gjë, po unë me veten time e di, që ka raste zhdukem dhe nuk jam prezent. Kur kam punë që mua më don vëmendjen time. Po kur kam punë që unë e menaxhoj kështu duke net live, se kam problem. Po kur kam gjëra të rëndësishme zhdukem. Shife, ngarkesa e punës ditore apo javore me atë se sa kohë duhesh t'i kushtosh qëllimit apo objektivit tënd që duhet të arrish ka ndallime. Sami, të them dhe diçka, shiko, çdo njeri e din vetë si arrin gjonat e tij në jetën e vet, sikur ke arritur ti me bizneset e tua që je këtu ku je sot. Edhe unë dhe çdo njeri do arrije aty ku don. Për mua si vajzë, me aq vite sa jam këtu në Zvicër, se jam 5 vjet,
Për mua, ai sa kam bërë këtu në Zvicër, ka shqiptarë që ndoshta sot e 20 vjet nuk kanë bërë asgjë. Po themi si janë një pakicë këtyre njerëzve. Por unë si duke u kujdesur për veten, për familjen, për punën, shumë gjona deri diku I jap duar trokitje vetes time. Sepse janë ato dy prindër që mua kur flasin telefon me mua më falenderojnë për gjonat çka unë bëj për to, që ndoshta shumë njerëz nuk dinë. Por unë kam qef Sami që te puna ime, ëndra ka qenë që unë të kem një atelier mode. Dhe erdhi fati që e bëra këtu në Zvicër, kam hap një biznes të vogël, që më sjell do të ardhura që është një plus për mua. Unë kam 2 punë këtu në Zvicër, ti e din, punoj në restorant, punoj në rroba shepsi. Po unë me atë timen që kam arritur për 2 vite që e kam hapur këtë punën, jam shumë e kënaqur, sepse e shikoj që çdo ditë unë po e rris, një klient, 2, 3, 4, puna po shtohet edhe nuk mërzitem, se unë nuk du të arri suksesin tim direkt. E kupton, kam qef nga dal, deri kur të arrije suksesi aty ku dua unë. S'mërzitem. Nuk I dua gjërat me shpejtësi. Por qëllimin që ke dhe objektivat e tua, duhet shpenzosh, ti dedikosh më shumë kohë dhe më shumë vëmendje. Do them dhe diçka. Atëherë, shiko, se po diskutojmë shumë gjona, po hajtë flasim me sinqeritet vetes një mashkull, të flasim kështu direkt pa durashka, që investon për mua, që është person që më mbështet mua në gjërat që unë dua. Jam një person që çka e nxjerr dhe çka e bëj me ato kursime që unë kam. Më kupton? Dhe nëse Ina do të bëj ato gjërat e mëdhaja, magjike dhe të bukura, nuk I bëj dot, sepse unë e di sa e kam atë jorgonin tim që duhet ta shtri këmbën. Kupton? Prandaj unë them që nuk mërzitem. Shife, kur një njeri don të krijoj karrierë, s'ka rëndësi se partneri mashkull apo femër investon. Sami, ka të bëje shumë, sidomos për një femër kur është e vetme, ka të bëje shumë kur ka një përkrahje. Ka të bëje shumë, Sami. Se njeriu nuk rritet vetëm, njeriu rritet me mbështetje. Sikur një çun që del nga shtëpia me 0 lek, shkon dikun dhe e ndjek, domethënë objektivin e vet, qëllimin e vet, investon kohë, investon nuk krahasot mashkulli me femrën, Sami, nuk krahasot mashkulli me femrën. Urna? Nuk krahasot mashkulli me femrën. Unë i njoh shumë femra që kanë arrit shumë karrierën e tyre pa ndihmën e prindve. Po. Domethënë vetëm kanë dalë edhe ato. Po. Çka ka rëndësi personi që të rri afër në karrierën. Një njeri bëhet I suksesshëm dhe nga mbështetja psikologjike. Dhe nga përkrahja psikologjike. Ka shumë njerëz për shembull që frymëzohen nga një pjesëtar që e duan shumë, nga një pjesëtar I familjes ose nga partneri ose ka shumë gjona që e frymëzojnë njeriu. Dhe unë për shembull ka raste që jam këtu, shpesh herë mikën frymëzimi. Do thuash ti pse më ikën? Mikën nuk e kam më frymëzimin. Ka raste për shembull kur ka diell, unë frymëzohem, edhe punoj më shumë. Kur s'ka diell dhe po bieshi, unë demoralizohem, se është vetë natyra e femrës që nganjëherë varet edhe nga koha, si është koha e ditës. Kupton, varet si e kap. Varet si është zgjuar mëngjes, nuk e di o goca është të vërtet, po mu kështu ndodh. Ja, ka një javë zvizër bishi, unë s'kam frymëzim. Ke ndëgju në ere njerëz të thanë ishte burrnesh? Po ka, dhe njerëz që thonë ishte burrnesh, dhe është burrnesh. Çka do të thonë kjo? Çka do të thonë, po femrat që kanë karakter të fortë, kështu e mendoj unë. Femra që punojnë, femra që kujdesen për familjen, femra që kanë autoritet, femra që din të bëjnë ekonomi, femra që din të ecin. Ajo është burrnesh. Luftarake. Ina Gjoka, jo prind, jo shoqëria, jo miqt. Ti, Ina Gjoka, sa vlerëson veten?
Pastaj pyetja e dytë, do vinë sa të vlerësojnë prind, sa të vlerësojnë miq, sa të vlerësojnë shokë. Sami, shiko. Nëse një njeri nuk e vlerëson vetën e vet, mendoj që do të ndihet shumë i zhgënjur. Unë jam nga ato persona që veten time e kam vlerësuar gjithmonë. Edhe kjo më ka ndihmuar që në jetën time të arrij aty ku dua unë dhe të largohem nga shumë pengesa. Kupton? Kuptoj se çka the, po nuk Prapë se more vesh. nuk e marr përgjigjen se sa e vlerëson veten. Po mirë, tani unë s'më më të dëm përgjigjen sikur e do. Përgjigjen do ta jap sikur e ndjej unë. Jam shumë kurioz vlla me ditë se sa e vlerëson veten, se mbas asaj se sa ti e vlerëson veten, unë muj edhe të kuptoj se kush je. Po nuk mundesh ti tani të më kuptosh mua sepse unë po ta kthej përgjigjen, po ti prapë se kupton se s'don ta kuptosh. Edhe tani prap ti po më lodh që unë ta kthej të njëjtën përgjigje prap po të vazhdoj dhe prap po t'jap po të njëjtën përgjigje po ti prap nuk don. Edhe po ta them 10, ti prap do të gjesh një ngacmim të vogël aty dhe thush jo po janë shumë. Edhe kështu që them më mirë e lejm 5 me 5, as shumë as pak. E lejm aty në mes. Po mos kthej përgjigje, po ky do përgjigje, unë çfarë të bëj tash? Me zor do O përgjigje. ti Bea, unë edhe Ina kemi aq raporte shoqërore që unë e Ina dim të flasim njëri me tjetrin, kështu që mos u përzini ju që Sami, se njihni. Urna. okay, do të them vetëm diçka. Diçka e vogël. Unë kur kam qenë duke studiuar për fashion design, gjithmonë më kanë lënë me njan. Ndoshta nuk t'intereson kjo. Më kanë lënë me njan, po ta them, jo bullizuar, po deri diku më kishin inat. Dhe nga njerë ndjesha e zhgënjur sepse isha e veçuar. Edhe thoja, po pse? A kupton? Kur bëheshin evente mode, më linin gjithmonë brapa skenave. Dhe gjithmonë kam besuar te vetja, kam thënë, hey Ina, nëse këta ty nuk të japin vëmendje, ti duhet vetes tënde të japësh vëmendje dhe të tregosh drejtë tua. Dhe me beso Sami, kam hyrë në atë shkollë ku studioj për dizajn, kam hyrë si studente dhe kam dalë si mësuese. Kam hyrë studente për të mësuar dhe po në atë klasë kam dhënë mësim, që akoma nuk kisha marrë diplomën si dizajnjere. Dhe kjo do të thotë që unë besoja te vetja ime, kupton? Edhe për këtë në disa raste unë e vlerësoj veten time sepse kam qenë këmbgulse në gjërat çka unë kam dashur. Më kupton? Okej. Falë vetëm ti përgjigjen që saj Po të më flasësh ti mua gocës për TikTokun, po të më flasësh tolle. ti mua për TikTokun, unë ndihem fajtore shumë herë. Vish pak, Ina, vish pak lutem. E njefti kush është kjo goca apo Zoja Sole? Sole, Po. sa thot? A e njef kush është? Po varet që qa Soli. Një e ka moderatore Soul. Ato tjera nuk e di. Thot raporte shoqërore kështu jo. Nuk e di. As nuk e njoh këtë. Jo, nuk e njoh. Okej. Si do qoftë se ka kuptu. Ndërsa Bisedën tonë. të flasim për TikTok Sami, Do thoja që në shumicën e rasteve kam gabuar shumë herë këtu në TikTok, që jo kam dhënë mundësinë shumë njerëzve që nuk e kanë pa, domethënë s'ka qenë e nevojshme fare me qenë prezent në live-et e mia, që shpesh herë jam dhe fajtore dhe i them vetes time, hey Ina, me kë je marr. Por duke qenë se është një rrjet dhe shkojmë ku shkojmë ai rrethi është rreth e qark nesh, duam apo s'duam, jemi pjesë e kësaj vallje. Por ama unë shumë herë ja bëj kritika vetes time, e them me sinqeritet dhe nuk kam pse të fshihem apo të kem marr apo t'i fshihem dikujna. Shumë herë jam ndjerë dhe fajtore dhe kam thënë pse Ina, pse, a kupton? Po nga një herë vala këtu të rrëmben, është si puna e lumit që ti je i mirë, i keq, i merr krejt. A kupton? I merr ajo vala e lumit me shpejtësi dhe i përplas. Martë vala, ose uji në zetë. Atëre, po përqëndrohemi atëre... O doktor,
deri sa je në Please TikTok. help me, I need you. Staj zita. Do me thonë, sa e vlerëson veten Ina që është në TikTok. Ina e TikTokut. Shiko. Gjokën për hekim. Letrin gjokaj. Okej, shiko Sami, në TikTok, ti faleminderit që po mi bën këto pyetje që edhe njerëzit më njohin. Shpesh herë kam gabuar edhe unë, kam dalur jashtë kontrolli, që janë do gjona që s'duhet i kisha bërë. Kam folur do në fjalë të pista që më kanë nervozuar në maksimum që s'ka mujt dot më me kontrollu veten time. Edhe janë dhe komentuese që kanë njerë ndikojnë, po prap ka pas dhe raste që kam thënë, Ina, stop, e di, mos jep më vëmendje, stop. Po ka dhe raste që nuk e kontrollon dot veten. Se di si thon këto zorët që kena këtu te barku dhe këto nganjëherë ngatarrohen edhe duhet me shku te doktori më bë operacion që të zgjidhen. E jo më njeriu që është njeri që gabon shumë herë. Si pas mendimit tënë dhe sa ti je personalisht në Dioni, sa herë ke ullë vetën në TikTok? Vetën unë se kam ullur asnjëherë, por janë njerëzit ata çka kanë dashur me mullur mua. Unë e vetën time nuk e kam ullur asnjëherë dhe s'kam me ull për askënd në botë. Por nëse dikush e merr mundimin për me mull dhe do jenë ato njerëzit barbona që do t'i ndjekin këta tipa, në sytë e tyre do t'jem e ullur, po për njerëz që kanë vlera dhe din të vlerësojnë nuk do t'jem asnjëherë e ullur. Dhe për veten time asnjëherë. Do me thonë ti se ke ullë vetën asnjëherë. Unë për askënd, as nuk ka shanse. Unë Mendo pak. O, për askënd në botë, për askënd. Por nëse dikush mendon për me mull, mundet edhe me tull, sepse ka dhe njerëz të lik, dhe sot likësia duhet më shumë se sa e mira. Tani, përderi sa ti e lejon vetën që ta bësh njëjtin gabim 3 herë me të njëjtin person, ajo është automatikisht ullje e vetvetes. Si ma spjegon këtë punë? Sami, kthej dhe thikën nga njerë nga vetja, se dhe ti ke bërë shumë gabime. Po nësëm të folë për mu tash. Po jo, po flasim tani, po sikur të flasim për ty, se tani vetëm për mua, po ma drejton atë shpatën vetëm drejt me. Po shife, nuk o marrë me shpatë këtu, një person, diqo pak Ina, një person i cili ka dëshirë që të regoj që ku jetu gabu, nuk është një person që do të keqen ty. Sepse ka herë njeriu nuk e vren që vazhdimisht gabon. Por nga këndvështrimet e ndryshme, na shohim që ti gabon. Ta them troç, në fakt unë këshillat do kisha pasur shumë dëshirë nëse dikush do më donte me të vërtet të mi thonte në privatësi. Dhe jo mes publikut dhe mes farefisit. Po tash jemi në TikTok, jemi të folë për TikTok, për publikun e TikToku. Mua këtu në TikTok, oh my god! Ma che stai dicendo? Çfarë mendimi ke për mua? Ma mannaggia tu, uno che ti vuole bene ti dà i consigli in privato, ti scrive là, davanti a 1000 persone. Va bene, çfarë mendimi ke për mua? Oh, ma guarda tu questo. Oh! Dai, rispondi. Çfarë mendimi ke për mua? Çfarë mendimi kam për ty? Ti si in, jo çka mendoj tjerë. Ti si ina. Ta marrë që këtë, se s'kam ashtu, si i thoni u shtrom kësaj që e karikoni telefonin, që adapter. Karikus. Jo, i thuet adapter. Adapter. Kjo se din hala që të më thonë adapter, imagjino. Çfarë mendimi kam për ty, ku është më adapteri? Ata marri çika adapterin ose. Po merë ta hong drejt që adapteri, se s'dia çka është adapteri, unë e di çka është karikusi. Drejqe, pse të maje mu drejqe, më të haje ty, sot na ruaj. E zoti madh.